Mirdita data 29 maj 2026. Kam një 10 minuta kohë për arsye se do të futem në mësim. Jam gjithmonë në një park këtu në Romë. Kam bërë disa pyetje këto ditë në lidhje me vizitën që presidenti Bajram Begaj bëri në Arabinë Saudite, pra dhe pjesëmarrjen e tij në Mekka, nga ku urdhëroi dhe nga ku uroi dhe festën e Kurban Bajramit për muslimanët. Tani si ta kuptojmë këtë? Shumë njerëz e shanë që presidenti duhet të jetë i paanshëm, duhet të jetë laik, kujtun apo shumë herë ngatrohet laicizmi me ateizmin në Shqipëri veçanërisht. Edhe pra ky preokupim sepse u duk sikur presidenti Bajram Begaj që nga i besimit musliman. Ndofta po në rast se shkon në Vatikan, ky problem jo ndofta, po ky problem nuk kritikohet përse shkojnë në Vatikan, dhe përse shkojnë në Mekë, po. Tani, si ta kuptojmë këtë? Këtu gjërat janë shumë të komplikuara, të ngatëruara. Ky sistemi i shteteve moderne i ka bërë gjërat shumë lëmsh, shumë të komplikuara në pretekstin, si thua, apo në maskën e kësaj lirisë fjalës, liri barazisë, liri drejtave të njeriut, të cilat me fjalë në letër apo në aparencë kanë këtë piknisje në vërtet, por pastaj transformohen dhe shohim që drejtat e njeriut nuk respektohen. Lirit individuale po kështu, domethënë janë shumë të kufizuara, qoftë liria të shprehur, liria të menduarit. Pra flitet, por bëhet shumë pak ose bëhet e kundërta. Pra kjo është realisht kjo karakteristike e këtij sistemit modern kapitalist. Në Shqipëri thuhet, dëgjoja, kam dëgjuar shpesh këta nacionalistët, të cilët na zbulojnë që janë shumë besimtar, besojnë te Zoti, besojnë te familja dhe te kombi, na kanë krijuar të treshen. Rreth quhet kjo e djathta konservatore, që ndërtohet pra këta janë besimtarë tek Zoti, besojnë tek familja dhe gjithashtu besojnë tek kombi. Pastaj hedhin në të parullën e famshme që kombi është mbi të gjitha, me besimin ti mund ta zgjedhësh, ndërsa kombin nuk mund ta zgjedhësh, se me kombin lind. Janë gjithë to slogane që duket me fjalë që absorbohen nga njerëzit sikur të jenë të vërteta, absolute. Në të vërtet janë shprehje që duhen diskutuar, që hapin shumë debate, shumë diskutime, por që njerëzit janë pikërisht to tema që janë delikate, si thuesh, që lidhen me dobësinë e njeriu, për shembull besimi, ti beson tek Zoti, bëjmë pyetjen, dhe nëse ti thua nuk besoj te Zoti, je heretik. Por Zotin tani unë them, pavarësisht nga ato teoritë e Giordano Brunos, apo teoritë të tjera që Zoti është kudo, është në thellësi, është në gjerësi, kudo ndodhet Zoti dhe gjithçka është me vullnetin e Zotit. Pavarësisht me fjalë këtyre, që në fundit idenë e ekzistencës së zotrave apo të Zotit, duam apo s'duam, unë them që është një prodhim i njeriut, sepse unë nuk besoj që ka njerëz me fuqi të mbinatyrshme. Pra njerëzit në një farë mënyre janë gjithë krijesa që i kemi vënë emrin Zoti, por askush se demonstron dot, natyrisht është çështje, thuhet a beson tek Zoti. Domethënë a beson, domethënë cili është problemi tani? Të besosh apo mos besosh tek Zoti, dhe vjet kjo si aksion, dhe që ndahen njerëzit pastaj. Dhe ai që s'beson thuhet është ateist, por ndoshta ateisti beson dhe më shumë se sa i besimtari, në të vërtetë po ta kapish në thelb.
në raportin me natyrën, në raportin me ekzistencën e tij, në raportin me ekzistencën e të tjerëve, në raport me raportet njerëzore. Domethënë këto janë ndarje të cilat i ka bërë njeriu në fund fare. Domethënë nuk ka ekziston kombi me vullnetin e Zotit, unë jam kundër tyre. Gjithë secili në fundit projekton një zottin në një farë mënyre, edhe gjithë secili pas e kërkon të ngrej lartësinë dhe të bëj atë herezin, dhe të duke sikur është më i aftë se tjetri, më i Zoti se tjetri, pa në një farë mënyre të kaloj tek ajo ideja këtyre okultistëve apo spiritualistëve, sikur Zoti jemi ne të gjithë. Pra kjo herezia që njeriu është krijesa e Zotit, po është ajo imazhi, si thua, i vërtetë i tij, edhe kështu që ne jemi Zoti, në fund fare jemi neve Zoti. Jo, unë nuk jam dakord me këtë që themi neve, sepse kështu në këtë mënyrë dalin gjithë këto mbashtruesit pastaj, të cilët na ngrejnë gjithë këto teoritë e pafuqisë, që ne jemi gjithë pafuqishëm dhe ekzistojnë njerëz me fuqi të mbinatyrshme, krijohen mitet, krijohet Nën Tereza, e cila domethënë nuk e zë gjumi për gjithë varfrit e botës, apo lidera politik të cilët e duan kaq shumë popullin, e të tjera. Unë them që gjithë njerëzit pas një lloj përjashtimi, që të gjithë njerëzit, domethënë vështirësia e njeriut është se ndryshojnë natyrisht nga njëri tjetri, por kanë atë të përbashkëtën siç e themi ne në shqip, që dorën e kanë bërë që të tërheq nga vetja. Domethënë është e pamundur që gjitha që bëjnë fjalime të bukura që këta për popullin mendojnë atë ditë, janë pikërisht këta të cilët e kanë më të dobët atë interesin për të bërë dhe interesat e tjerëve. Domethënë çuditërisht pastaj këta që flasin për të mirat e njerëzve, del një ditë që këta jetojnë, bëjnë jetë luksi, edhe të tjerë nuk kanë bukë të hanë, por këta e duan popullin. Pra, këtu tani thash pra ky sistem është shumë i ngatëruar, laicizmi, ateizmi. Neve vim nga një sistem ateist, në të cilin na thuaj në mënyrë kategorike që Zoti, domethënë jo Zoti nuk ekziston, por domethënë fetë janë ato që e shtypin popullin, se ndihmojnë klaset e pasura për të shtypur të varfrit, dhe nën teologjit, pra u eliminuan teologjit, u eliminuan, u mbyllën kishat, xhamit e tjera, u tha të luftojmë zakonet prapanike dhe bestimit fetare, pra besimet fetare, dhe u bë një aksion politik në 1967, i organizuar nga rinia, me këtë luftën kundër fesë apo besimeve fetare. Përse kundër besimeve fetare? Sepse thonë që në fundit ato janë të pavërtetueshme. Domethënë ti thuaj flet për ekzistencën e Zotit, por ti që më flet për ekzistencën e Zotit, as ti dhe as unë nuk e kemi parë Zotin. Besimtarët thonë jo, se neve jemi më afër Zotit, sepse sa më shumë të besosh, aq më shumë më afrohesh me Zotin. Por sido që jetë, Zoti ngjelet një diçka, me fjalë, një gjë e panjohur vërtet, një gjë e panjohur, të cilës ne i atribuojmë ekzistencën tonë, ekzistencën e gjithësisë, ekzistencën e gjithë shkaje. Pra këtë rregullin e përgjithshëm perfekt, ja u atribuojmë një forcë të cilën ne nuk dimë, domethënë është e pamundur që njeriu të japi shpjegim. Meqense njeriu është sado i avancuar tjetë, po është gjithmonë krijesë, është krijesë dhe ai si gjithë krijesat e tjera në natyrë. Pra çfarëdo që të bëjë njeriu me shpikje shkencore e tjera, domethënë do ta modifikojë, do krijojë dhe ai, sepse dhe njeriu krijon, ashtu siç krijon Zoti, që Zoti ka krijuar gjithçka në mënyrë perfekte, i cili periodikisht atë që ka krijuar e rinfreskon, për përdor këtë fjalë, e rrotullon vërtet, në ç'kuptim e rrotullon. Domethënë imagjinoni se sa krudele, se sa e ashpër është ekzistenca jonë, është merrsisht e ashpër nëse mendon. Sepse gjithë ne që jetojmë në një periudhë caktuar historike, pastaj që të gjithë neve sikur të rrotullohemi në një lavatriçe, si thuaç. Rrotullohemi, bëjmë atë rrotullimin e plotë dhe
dhe zvendësohemi me të tjerë. Pra, krijohemi dhe pastaj shkatërrohemi. Do të thonë kjo është një konstatim, si thua, një diçka më shumë e imja personale, dhe bëj pyetjen, them si është mundur që kaq jetojmë në këtë krudelta, në këtë ashpërsi, në këtë dhunë kaq të madhe që është ndërtuar për gjithë qeniet e gjalla dhe jo të gjalla, për gjithë botën kimike, fizike, biologjike, për çdo gjë me fjalë krijohet dhe pastaj shkatërrohet. Me ato ritme që krijohet gati, po thuj se me ato ritme shkatërrohet. Bëhet cikli i vazhdueshëm i ujrave, i qarkullimit të ujrave, ku ndërhyn dielli natyrisht, i cili ujrat që derdhen dete i rikthejnë përsëri nëpërmjet rreshjeve të borës e tjerë, i rikthejnë mbajt malit dhe lumen nuk thahen asnjëherë. Pra bën këtë rrotullim. Spontanisht ajo që krijohet shkon drejt detit ujë, në pompat e tjera pastaj kur fillon cikli përsëri, e rikthejnë ujin përsëri në mall. E njëjta gjë për jetën. Shkatërrohen bimët, shkatërrohen njerëzit, shkatërrohet çdo gjë e gjallë. Do të lind, pas e vjen një moment, shkatërrohet, por fillon dhe rikrijimi i saj. Edhe këtu përsëri është ndërhyrja e diellit, për shembull procesi fotosintezës. Pra këto materialet që vijnë nga shkatërrimi, këto bëhen pastaj pjesë përbërëse të një ndërtimi të re, të një ndërtese të re. Prodhohet, shkatërrohet, krijohet, shkatërrohet, krijohet, shkatërrohet, krijohet. Ky cikël i pambarueshëm, ku neve me fjalë jemi protagonistë të këtij ligji, si thuash, një periudhë shumë të shkurtër kohore, që e quajmë interval kohe, dhe koha është një zonë e fizikës, dhe bëj gjithmonë pyetjen, thënë, çfarë është koha? E të tjera. Pra, e parë në këtë kuptim, çdo gjë është çështje besimi në fund fare. Edhe shtetet janë krijuar, shtetet moderne veçanërisht, që kanë vendosur rregulla të caktuara, të cilat na shiten sikur janë rregulla për gjithë. Pra këta janë si super parties dhe thonë, përsa i përket besime fetare, na thonë që besimi është një çështje individuale, ti mund besosh, mund mos besosh, por pastaj ndërhyn me forcë, me policinë, me të burgosin, në rast se i mendimi jot del përtej interesit të ekzistencës së shtetit. Pastaj shteti është një makinë që është krijuar prej njerëzve në vërtet. Nuk është se ka zbritur nga qielli, na flasin këta për institucionet e shtetit, e kujtun, jo parlamenti, jo qeveria. Thuti këto kanë ardhur, apo kombi që neve kombi e ka kriju Zoti me fjalë, dhe me kombin lind. Njeriu kur lind, nuk lind as me kombin, imagjinoni kur bëhet ai fekondimi i parë, kur lind ti fëmia, nuk është se lind shqiptar apo lind grek, apo s'lind asgjë. Fillon të parën fare qan. Ulërin me fjalë se vjen në kontakt me natyrën, e shef se sa egër është. Domethënë ai është i tramburqen momenti që del nga që lind. Që aty fillon ai të merri dhe ulshon atë ulërim, thotë ku po shkoj, thotë isha më mirë mos kisha lindur se sa tani do përballem me gjithë këtë egërsi, pra atë periudhë kohë që do jem. Pra nuk është se lind ndonjë gjë, lind sepse po krijohesh siç krijohen edhe bota inorganike krijohet. Një makinë po e leti, e blen të re, do vi koha dhe ajo do plaket, do zvendësohet me një tjetër. Do ndryshket, do shkatërrohet, pra ashtu siç e krijon, do ndodhë procesi i kundërt. Kjo është gjë e vazhdueshme, nuk e ndalojmë dot ne. Pra shteti laik, shteti kështu, shteti ashtu gjitha parulla, janë fund fare, janë gjitha, po e them fjalën italisht, kazzate, janë shpikura, jo, besimi është personal, dikush e vlerëson besimtari muslimani, thot ky është ignorant, po kështu gjithë besimtarët janë ignorant, se kanë ngelur akoma mbrapa feve, si besojnë ata tek një Zot, kur Darwini ka folur shumë mirë për evolucionin natyral, e kujtun shkolla tjetra, secili duke u nisur tërësisht nga interesi i tij, nga ajo egoja e tij personale, kërkon të gjykojë patjetër tjetrin se çfarë po bën tjetri. Kërkon me fjalë moralin e tij individual t'ia imponojë
pjesës tjetër të njerëzve. Pra kjo është një luftë e vazhdueshme të gjithëve, që do hiqen që jo, unë i respektoj të tjerë, në të vërtet çdo njeri respekton veten e tij. Nuk e respekton tjetrin, përkundrazi është hostil, është shumë i dhunshëm, shumë agresiv ndaj të afërmit. Dhe pse e do të afërmin, e do për interesin e ekzistencës së tij, po kur vin puna pastaj për të rikthyer të interesin, nuk e rikthen. Domethënë kjo është natyra e egër njerëzore, natyrë shumë e egër. Pra ky shteti laik, që njerëzit çdo thot laicizëm nuk do thot mos besosh. Domethënë çdo njeri beson te shkenca, beson te feja, beson te një ideologji. Problemi i tij do ta zhvillojë atë si thua anën e tij shpirtërore, do ta zhvillojë në mënyrë ashtu siç e beson dhe ashtu siç janë lidhur interesat e tij individuale, familjare, ku diun. Do zhvilloj ato pasionet e veta. Nuk mund të t'ja ndërpresin, nëse flasim për liri. Pra, atëherë shteti laik ç'do thotë? Shteti laik nuk do thotë që ai që vjet president republike apo kryeministër duhet të jetë patjetër ateist. Sepse po që je ateist në një farë mënyrë e kundër feve. Po që je musliman do jesh kundër, domethënë ai sido që të jetë dozën e tij ideologjike, personale, e tjera, do ta mbaj me vete, pa diskutim që do mbaj anën e atij me të cilin e jesh më afër, nuk diskutohet. Por ai në një farë mënyrë quhet një figurë që unë jam mbi të gjitha tjera. Pra kjo çdo do thotë që jo do respektoj besimin normalisht, po të ishte vërtet një qeveri, që këto qeveri si as kanë qenë, s'kan për qenë kurrë. Një qeveri që vërtet quhet demokratike, që i shikon gjithë njerëzit, gjithë interesat e njerëzve, i bashkon, i zhvillon ato interesat individuale sipas lirisë natyrore të çdo kujt, çdo njeriu. Po të ishte vërtet kështu, po të ishte kështu do ishin edhe njerëzit barabartë, nuk do të kishte barazin të vërtet, por këto janë gjitha hipoteza absurde që s'mund të bëjmë për këto shtetet moderne. Por në këto raste, detyra pastaj është që ti mendimin e Lat Kosturit duhet ta mbrosh, jo vetëm që duhet ta respektosh kuptimin zota sulmor, se këto janë çështje personale. Jo, ti personalitetin e çdo njeriu do ta zhvillosh. Nëse Lat Kosturi ka një beson tek diçka me ti do ta financosh, domethënë shteti meqense merr taksat e gjitha do të ndihmoj që këto besime në mënyrën e tyre, në format e tyre të zhvillohen ashtu siç i mendojnë njerëzit, jo siç do interesi i shtetit. Ktu pastaj ndërtojnë këto kushtetutat, kështu s'merret vesh pastaj ku fillon ajo e drejta për të menduar dhe ku pastaj fillon dajaku, druri, që të çojnë pastaj edhe në 41 bis, aty siç kanë quar këta muslimanët në Shqipëri, që thonë janë rrezik pastaj për rendin publik me fjalë që thonë kujtun etj. Pra, këto janë zhurma që bëhen më shumë për t'i lënë fajin që Shqipëria për shkak të shkondajt e Europës, se janë muslimanë, janë kështu, domethënë që të etiketojnë të gjejnë një pretekst, ndërkohë që arsyet janë shumë më të thella, nuk na pengon neve fakti se si zhvillohen besimet. Besimet po të zhvillohen në mënyrë të lirë, dhe zhvillohet dhe shkenca në mënyrë të lirë, mos pengohet dhe të jepet rëndësi që njerëzit të jenë aktiv në kuptimin, jo thjesht një besimi spontan, por të jenë aktiv dhe në anën filozofike. Domethënë dhe të arsyetojnë, të zhvillojnë mendimin. Po kjo shoqëri dhe në Shqipëri është shumë larg. Aty do gjejnë një armik të radhës gjithmonë, do e sulmojnë gjithë, do me televizione, në rrjetet sociale. Bajram Bega jo musliman, shkojnë në Mekë, janë ndajnë e shqiptarë, nuk futemi dot në Europë se na pengojnë muslimanët. Po tani futja në Europë, është e mirë apo është e keqe, këtë se diskuton askush pastaj. Po do futemi në Europë që të kemi më shumë para, të kemi më shumë makina, të kemi të zhvilluar më shumë teknologjikisht. Ok, prandu videon këtu, ju uroj kalofësimi, se po mbien një telefon, se kam punë. Kalofësimi, mirë pa.